Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi të konë Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i Tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve të ecshëm me gjurmët profetike në temën e 16, e cila është urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Duke dashur të bëjmë një parathënie të vogël kësaj teme, është shumë e rëndësishme që njeriu gjatë gjithë jetës tij të jetë brenda këshillave dhe rregullave dhe normave të sjelljes, etikës, komunikimit dhe veprimeve të cilat ka përgjegjësi për to. Prandaj, nëse neve e lejojmë të keqen të përhapet në vendet tona dhe nuk këshillojmë dhe nuk ndalojmë nga e keqja dhe nuk urdhërojmë për të mirën, atëherë fenomenet negative kthehen në një problem social. Pastaj këto probleme sociale kthehen në zakone dhe zakone kthehet në bindje dhe pastaj këto bindje nxjerrin vepra dhe sjellje të gabuara dhe vendime të gabuara tek njerëzit. Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr", dhe të jetë për ju një grup i cili thret për të mirën, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, urdhërojnë për të mirën, ndalojnë nga e keqja, wa ulaika humul muflihun, pikërisht këta janë pra të shpëtuarit. Në ajetin tjetër thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ju jeni njerëzit më të mirë që ka ardhur ndonjëherë për njerëzimin, urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra të dyja ajetet e bëjnë të domosdoshme që një grup për njerëzve, ndoshta jo të gjithë, të këshillojnë gjithmonë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, të luftojnë fenomenet negative në shoqëri, veprat e gabuara të cilat nuk duhet lejohen të përhapen, dhe nëse ato përhapen, atëherë do të ketë pasojë për shoqërinë. Në hadithin Nu'man ibn Bashirit, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e Nu'man ibn Bashirit nga pejgamberi alayhis salam, i cili thotë: "Qal, mathalu al-qa'imi ala hududillahi wal-waqi fiha", shembulli i tij i cili i ruan dhe i praktikon kufijtë e Zotit subhanahu wa taala dhe i cili i thyen ato, kamathali yawmin istahammu ala safinatin, si shembulli atyre që të cilët bëjnë një që thonë short në të hyrë në mjanie, fa asaba ba'dhum ala wa ba'dhum asfaluha, dhe disa hypën sipër anijes dhe disa tjerë ulën poshtë anijes, pra në katin e poshtëm të anijes. Fa kana alladhina fi asfaliha idha istaqu min al-ma'i marru ala fawqihim. Edhe ata të cilët për të shpëtuar, ata që ishin poshtë shpëtuar, çan anijen, dhe kur shkonin që shtoi ujë nga poshtë, përpiqeshin të shkonin tek ata njerëz që ishin sipër. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan, nëse neve nuk do të kishim bërë një gjë të tillë. Wa lam nu'dhi man fawq, nuk do të kishim dëmtuar ata që ishin përpara sipër nesh, pra sipër nesh. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an, kështu nëse ata do të liheshin në këtë gjendje, do të shkatërroheshin të gjithë. Wa in akhadhu ala aydihim, dhe se kur këta që ishin sipër do të kishin këshilluar këta poshtë, ose këta poshtë do të kishin këshilluar njëri tjetrin, nuk do të shpëtonin të gjithë dhe nuk do të mbytej ania. Kështu është shembulli kur njerëzit i lë që të zhyten në gabime, në fenomene negative, pastaj të cilat kthehen në gjëra të rënda për shoqërinë, për vendin, për kombin, për familjen, e kështu me radhë, atëherë njerëzit fillojnë pastaj edhe shkatërrojnë njëri tjetrin nëpërmjet veprave të gabuara. Në hadithin tjetër të At-Tariq ibn Shihabit, i cili thot: "Qala awwala man bada bil khutbati yawm al-Eid", i pari i cili ka filluar me hutben në ditën e Bajramit para namazit ishte Marwan ibn Abdul Malik. Faqama ilayhi rajulun, dhe çohet një person, faqala as-salatu qabla al-khutbah, i tha namazi pra është përpara hutbes, dhe jo hutbja para namazit. Faqala faqad turika ma hunalik, dhe pastaj u braktisë kjo vepër e gabuar. Kjo tregon që këshilla duhet bëhet, dhe këshilla duhet prisave duhet bëhet edhe hapur, edhe fshehtosi brenda normave dhe etikës islame, dhe nuk është e vërtetë që këshilla bëhet vetëm hapur përpara prisit, fshehtë përpara prisit. Edhe pse kjo është më e domosdoshme, është më e mira, dhe për realitetin që ka jetuar ummeti islam në kohën e sotme, vazhdojmë të këshillojmë njerëzit që ta bëjnë atë në të fshehtë.
Pra, duhet jemi të kujdesur në këtë pikë. Faqala Abu Sa'id, në hadithin tjetër qala Abu Sa'id, amma hadha faqad qada ma alayhi. Ama ky e ka çfarë? Ky e ka kryer detyrën që kishte. Në hadithin tjetër thotë se miqtë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sepse e kam dëgjuar pejgamberin thotë man ra'a munkaran minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush për ju që shikon një vepër të gabuar, e ndalon atë me dorën e tij. Fa in lam yastati fa bi lisani, nëse nuk mundet me gjuhën e tij. Fa in lam yastati fa bi qalbi, nëse nuk mundet me zemrën e tij. Wa dhalika da'fu al-iman, edhe pse kjo është imani më i dobët. Pra, fillon me dorë, dhe kjo është detyra e shtetit, institucioneve, fillon me gjuhë duke këshilluar njerëzit, siç bëri sahabi i nderuar, i cili ja ndaloi, siç bëri personi i nderuar, për thëmë Tariq ibn Shihab, që thot i pari që filloi me hutbën përpara namazit, ishte Mirwani dhe u qua një person thot nga mezi i xhamatit dhe e ndaloi nga një vepër e tillë. Dhe u argumentua Abu Saidi me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ai e ka kryer obligimin e tij. Në hadithin tjetër të Ibn Mas'udit, transmeton Imam Muslimi, qala ana Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, nuk ka pasur ndonjë pejgamber përpara meje, për cilën Zoti e ka dërguar atë, illa kana min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Vetëm se edhe ai ka pasur shok dhe miq, të cilët e ndiqnin rrugën e tij dhe ecnin në shembullin e tij. Thumma innaha takhlufu, më pas erdhën breza, min ba'dihim khalufun, breza të cilët yakuluna ma la yaf'alun, thonë atë që nuk e veprojnë, wa yaf'aluna ma yu'marun, dhe bëjnë ato gjëra të cilat nuk janë urdhëruar për to. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min, dhe kush i lufton ata me dorën e tij është besimtar. Wa man jahadahum bi lisani fahuwa mu'min, dhe kush i lufton ata pra me gjuhën e tij është besimtar. Wa man jadahum bi qalbihim, dhe kush i lufton ata me zemrën e tij ai është besimtar. Wa laysa wara'a dhalika min al-imani habatu khardalin, dhe pas kësaj nuk ka iman më shumë se sa një grimc e khardelit. Pra është shumë rëndësishme për të kuptuar hadithi që gjithmonë duhet të këshillojmë për të mirën ndalojmë nga e keqja, brenda normave të etikës së rregullave fesë islame, por duhet të jemi të kujdesshëm në këtë çështje, sepse qëllimi është rregullimi dhe jo prishja. Në hadithin tjetër të Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ayyuhan nasu muru bil ma'rufi, o ju njerëz urdhoni për të mirë, wanha anil munkari, wanhau anil munkari, dhe ndaloni nga e keqja, qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum, para se ju ta lusni Zotin dhe Zoti nuk e përgjigjet më, wa qabla an tastaghfiru fala yaghfir lakum, përpara se ju t'i kërkoni falje dhe ju nuk e fal. Wa innal amra bil ma'ruf wa nahya anil munkari la yarfa'u rizqan wala yuqarribu ajalan, dhe dijeni se urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja nuk e pakson rrezikun. Pra, shumë njerëz heshtin nga frika se po i paksohet rreziku, apo mos i ndodh ndonjë gjë e keqe, pra nuk e afron xhelin, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa innal ahbara min al-yahudi, dhe dijeni se rabinat për çefutëve dhe priftërinj për krishterëve, wa ruhbana min an-nasara lamma taraku al-amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar, kur lan urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim, i mallkoi Allahu azza wa jalla nëpërmjet gjuhës të pejgamberëve të tyre, pra pejgamberët të cilët zbritën tek ata popull, i mallkuan këta njerëz pse e lanë këshillën dhe thot thumma ummu bil bala, dhe i kapi të gjithë pras prova dhe belaje. Kështu ndodh kur hapen fenomenet negative, sjelljet e këqija, veprat e ndaluara, pra hapen, pra bën të pranueshme kjo shoqëria, bën zakon kjo shoqëria, bën si bindje, si doktrinë që patjetër duhen bërë, dhe pastaj e përfshin shoqërinë e gjitha kaosi, degradimi, degenerimi, siç e shohim sot, ku njerëzit janë të tërësuar, karakteret e tyre, morali i tyre është prishur, korrupsioni është përhapur, papërgjeshmëria dhe mos respekti ndaj çdo gjëje është përhapur, dhe kemi rënë në grackën e heshtjes, e mbylljes gojës, dhe sot nevojmë pasojat e kësaj vepre, lutim Allah. Në hadithin tjetër të Usame ibn Zeidit radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë, yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamah, vihet me një person ditën e Kiametit. Fayulqa fi an-nar, dhe e hedhin zjarrin e xhenemit. Fatandaliqu aqtabu fi an-nar fayaduru kama yaduru al-himaru bi rahahu, dhe i dalin plaçkat e trupit e barkut në zjarrin e xhenemit dhe rrotullohet siç rrotullohet rrogomari rreth vetes.
Fejshtemiu ahlun nari alehi fejekulun dhe banorët e zjarrit mbidhen rreth tij dhe i thonë: Ej fulan, ma shanuk, si është puna jote o filan? Alejsa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? A nuk na urdhëroi për të mirën dhe na lajë nga e keqja? Qale kuntu a'murukum bil ma'rufi. Po, kam qenë që urdhëroj për të mirën dhe ju ndaloja nga e keqja, wa atihi dhe vetë veproja të keqen. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi dhe e veproja, ju ndaloja nga e keqja dhe veproja një gjë të tillë. Pra është shumë e rëndësishme që çdo njeri i cili këshillon të tjerët, i urdhon për të mirën, ndalon nga e keqja, do të ketë parasysh që edhe ai vetë duhet jetë i pari që të përpiqet të praktikojë sa të mundet një gjë të tillë, pra mos jetë për atyre personave të cilën flasin atë që nuk e bëjnë dhe bëjnë atë që nuk e thonë. Lutem Allahun azza wa jalla na i falë gjunahet e gabimet.